Selam aleikum, paqja qoftë mbi juve. Por rria dhe mendoja në lidhje me disa gjëra dhe rash në konkluzionin për të bërë këtë video. Shpesh herë në Islam ka disa kategori dhe një ndër këto kategori janë edhe njerëzit që mendojnë se janë më të mirë se të tjerët. I duket vetja se janë më besimtar. Ndoshta sikur bëjnë garë, apo sikur nëse nuk bëjnë disa gjëra, apo lën disa gjëra, apo këdiun janë perfekt. Dhe është folur në Islam në lidhje me këto njerëz që kanë paksa atë pjesën e hundës shumë herë më lart se të tjerë, në kuptimin figurativ, duke patur në fakt shumë probleme brenda pikpamjeve të tyre. Dhe në lidhje me këtë, kam vënë re shumë njerëz që e konsiderojnë veten fetar dhe mendojnë se nëse ata heqin dorë nga diçka, për shembull në Islam, mendojnë se e quajnë veten perfekt. Dhe gjykojnë dikë tjetër që ndoshta është duke u stresuar, është ndoshta duke u munduar për të bërë gjërat siç duhet sipas Islamit, dështon, ka sukses, sërish dështon etj. Ndërsa këta njerëz që bëjnë se kur kanë hequr dorë nga gjithçka, dhe bravo nëse kanë hequr dorë, por nuk mendoj se ka njerëz perfekt në lidhje me fen. Besoj se ata njerëz për shembull që nuk festojnë, nuk po them gjëra fetare, nëse nuk festojnë ta zëm gjëra rituale, ta zëm kulturore, ku diun një ditëlindje ta zëm, apo sepse ka marr një mesazh, dy mesazhe në lidhje me në Arabinë Saudite që janë çuditur disa njerëz që ekzistokan festat shoqërore, festat familjare etj. Dhe mendojnë se një ditëlindje është një adhurim, ndërkohë që nuk është adhurim, është çdo kush ka të drejtën të festojë dhe nuk duhet gjykuar dikush për shembull se është duke festuar për sa kohë ai nuk është duke adhuruar një zot tjetër, për sa kohë ai nuk është duke adhuruar një qenie njerëzore, a ku di unë, etj. Dhe për sa kohë nuk është duke bërë rituale të një feje tjetër ndryshe nga Islami. Janë disa njerëz që mendojnë se